Një shpërthim i fortë si pasojë e një rrjedhje e gazi ka tronditur një kompleks pallatesh në afërsi të Ish Parkut në Tiranë. Vetratat e picerisë kanë përfunduar përballë të bizneset të tjera. Fatmirësisht nga shpërthimi nuk ka patur pasoja të rënda në njerëz, por pronari i biznesit dhe punëtori kanë mbetur të lënduar dhe janë dërguar menjëherë në spital. Piceria është ende pa hapur dhe pronari dhe punëtori ishin duke kryer ende punime. Pasi janë futur brenda, ata nuk e kanë ndier erën e gazit, si pasojë e një rrjedhjeje në një tub dhe pasi kanë nisur punën si zakonisht, një shkëndijë elektrike ka bërë që ambienti të përfshihet nga flakët. Vetratat e picerisë kanë dalë deri në sheshin e jashtëm të pallatit, ndërkohë si pasojë e tronditjes janë dëmtuar dhe disa biznese të tjera. Fatmirësisht bombulet e gazit kanë qenë të instaluara një kat poshtë biznesit dhe rrjedhja ka patur vetëm një tub gazi ku ka ndodhur dhe shpërthimi. Sistemi i sigurisë ka parandaluar kalimin e zjarrit deri në depot e mëdha të gazit në katin e mëposhtëm, duke shmangur kështu një tragjedi.